për të kaluar në një tjetër demokrat që realisht duhet thënë që është i përjetshëm, Tritan Shehu në Gjirokastër. Në rast se bëjmë një lidhje mes Partisë Demokratike dhe Gjirokastër, të gjithë na vjen në mendje emri i zotit Shehu, pasi prej vitesh atje ka qenë deputet i kësaj force politike në listë të sigurt dhe siç e dim, Partia Demokratike vetëm një mandat kohëve të fundit arrin të prodhoj pikërisht në këtë qark. Dhe ai është zoti Shehu. Nga 92-96 zoti Shehu ka qenë ministër i shëndetësisë, në 96-ën ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, pra ka mbajtur një post ndonse mjaft të shkurtër, gjithsesi shumë prej tyre kritikëve e kanë cilësuar si diçka fasad, por ka mbajtur postin e kryetarit të PD-s nga 11 korriku 96 deri në 12 prill 1997 në kohën e trazirave, zëvendës kryeministër dhe më pas ministër i punëve të jashtme, pra ka mbajtur këto dy pozicione në këto zgjedhje nga viti 2005 në vitin 2013, kryetar i Komisionit të Shëndetësisë, pra ka qenë në kohën e qeverisë së zotit Berisha, edhe zoti Shehu, siç e thash, mban ende pozicione drejtuese edhe në Partinë Demokratike, si drejtues qarku, apo edhe si një nga ata personat që merret ka dalë i pari, le themi, në mbrojtje kur zoti Berisha u shpall non grata, ka qenë ndër të parët që e ka mbështetur dhe ka kundërshtuar zotin Basha për largimin që ai bëri kryedemokratit Berisha nga grupi parlamentar. Ndërkohë që për kaluar të një tjetër socialist për të bërë sërish një balans, kemi zotin Majko, le të themi edhe ai është një nga personat, një nga socialistët që ka mbajtur më shumë punë shtetërore dhe drejtuese për vendin. Nga viti 1992 deri në 95 ka qenë kryetari i Freshit, pra kështu ka nisur edhe karriera politike e zotit Majko, për të ta shohim poshtë, sigurisht ka pasur dhe vite të tjera të cilët ai ka qenë i angazhuar që për vitet 1991. Nga 97 deri në vitin 1998 ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Nga 98 deri në tetor të vitit 99 ka qenë kryeministër, pra përkon me luftën në Kosovë. Nga 1997 me 2001 ka qenë antar i Komisionit për hartimin e projekt kushtetutës dhe nga shkurti 2002 deri në korrik të vitit 2002 ishte një kryeministër, pra për një periudhë kohore 8 muaj, le të themi, ka qenë në gjeneza atëherë Shqipëria të sistemeve demokratike, të zgjedhjeve apo le të themi të vlerësimit të posteve, ndaj ka pasur shpeshherë le të themi ndryshime si në pozicione drejtuese si kryeministër, por jo vetëm. Në korrik të 2002 deri në shtator të 2005 ishte ministër i mbrojtjes, pra derisa socialistët ishin në pushtet dhe asaj kohë pra ka qenë ministër i mbrojtjes. Siç e thash, edhe zoti Majko këtë vit në zgjedhjet e 11 majit është futur në listë hapur nga Partia Socialiste, ka cilësuar si një garë, një betejë shumë të fortë dhe pritet që edhe ai në 11 maj të shikojmë se sa vota do marrë dhe nëse do kaloj pragun. Do të nxirrim dy përfaqësues nga këta të përjetshmi, do të ishte kokë në kokë Pandeli Majko me Tritan Shehun, besoj nga dy forcat. Pandeli Majko, Tritan Shehu, Sali Berisha, Ilir Meta, mund të themi që janë katërsha më e vjetër e politikës shqiptare, pa lënë pas edhe zotin Braça apo zotin Vangjel Dule, të cilët ndonse nuk kërkojnë mandatin e 10 apo të 9, kërkojnë mandatin e 8 dhe janë